Mirë, jemi në studio, në fakt do të shkojmë në një lidhje drejt për drejt me Prishtinën, me sallën e parlamentit atje, e kam Leonida Bajrami. E kam Leonidën aty? Po, Bajrami. Por mu mbi vendos zëri. Leonid. Më dëgjon? Po. Mirë. Ka pasur tronditje në politikën e Kosovës. Çfarë po ndodh në këto momente, çfarë informacioni ke ti? Aktualisht po presim që të nisë një seancë e dytë e natës nga ora 22 e kësaj radhe do të jetë një seancë për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, kur kanë mbetur më pak se 2 orë deri te përfundimi i afatit kushtetues, duke marrë parasysh që deri mbrëmjen e sotme lëvizja vetëvendose kishte vetëm një kandidat, Glau Konjufcën për president, nuk mund të thirrë një seancë e tillë. Fakti që është thirrur seanca nën kupton që lëvizja vetëvendose kanë nxjerrë dhe një kandidat të dytë, duke e plotësuar kështu një kusht që e kërkon kushtetuta për thirrjen e seancës për zgjedhjen e presidentit. Kemi marrë vesh jo zyrtarisht se deputetja Fatmire Kolçaku do të jetë kandidatja e lëvizjes vetëvendose si kandidate e dytë, pak a shumë formale sa i përket këtij procesi. Megjithatë duhet të theksohet se Partia Demokratike e Kosovës ka lëshuar ambientet e kuvendit të Kosovës duke rrezikuar kështu kuorumin që duhet prej 80 votash për të organizuar procesi i votimit për president. Në anën tjetër, sipas deklarimeve të deritanishme, flas për Lidhjen Demokratike të Kosovës si një parti që ka 15 deputet, ata thonë që nuk do e votojnë një kandidat partijak të nxjerrë nga lëvizja vetëvendose, kështu që gjasat janë shumë të mëdha që vendi natën e sotme të shkojë në zgjedhje qysh në raundin e parë të votimit për president, pasi që nuk mund të arrihen 80 votat në kuti që kërkohen nga kushtetuta për të proceduar tutje me raundin e dytë të votimit. Leonida, ke një lloj qartësie politike, çfarë do të thotë aprovimi i propozimit të Vjosa Osmanit për amendamentet që presidenti zgjidhet nga populli? Ka gjasa që të ndodhin këto? Realisht sonte dështoi nuk u mundsua votimi për shkak që kishte mungesë të kuorumit nga ana e pakicave, më saktësisht pakicave serbe, pra listës serbe që nuk ishte pjesëmarrëse në kuvendin e Kosovës, për shkak që kushtetuta parashet që ndryshimet kushtetutës të bëhen me 2/3 edhe të minoriteteve që kanë ulse të rezervuara në kuvendin e Kosovës. Jo se çka parashohin 4 amandamentet kushtetuese ka të bëjmë me ndryrimin e mënyrës së votimit të presidentit, pra ndryshe nga tani që zgjidhet përmes votave të deputetëve, duhet të shkohet në zgjedhje për të parin e shtetit, po ashtu parashihet që kjo procedurë të bëhet jo më vonë se 6 muaj para se të përfundoj mandati presidentit aktual, që në kontekstin aktual i bjen që jemi me vonesë në këtë çështje, po ashtu parashe edhe 2 raunde të votimit, pra fillimisht zhvillohet raundi i parë, nëse asnjë prej kandidatëve nuk merr 50% të votave, pastaj zhvillohet raundi i dytë ku 2 kandidatët që kanë marrë më shumë vota ballafaqohen me njëri tjetrin dhe ai që merr më shumë vota në raundin e dytë zgjedhet president. Po ashtu shtohet edhe një nen që i mundson presidentit aktual të zgjedhur nga kuvendi të vazhdojë mandatin e tij derisa të betohet presidenti pasardhës. Po ashtu parashihet që në garë mund të hyjnë edhe ish presidentët që kanë shërbyer si të parët e shtetit edhe në të kaluarën para në draftet e amendamenteve. Po. Leonid, duke qenë se mos të humbim kohë të vyer për të marrë me draftet, që me shumë gjasa nuk ndodhin. Mund të shkojë vendi në zgjedhjet parakoshme. Ka pasur reagime nga zëdhënës dhe nga këshilltarë të Vjosa Osmanit që ajo mund të kthehet, ose insinuata që ajo mund të kthehet politikës aktive, të bashkohet LDK-s, elementë të tillë në rast se vendi shkon në zgjedhje. Ti ke dieni për këtë? Ke një informat çfarë thuhet?
Ka pasur marrë parasysh nëse Vjosa Osmani nuk arrin të zgjedhet si presidente e Kosovës, ajo se çka i bën është të rikthehet në politikën aktive në këtë rast se kujt do t'i bashkohet. Ka pasur zëra, nuk dihet, por ka pasur zëra që mund të nisë një iniciativë tjetër, sikurse e nisi Partia Nguxo rreth 5 vjet, realisht 5 vjet më parë, flitej që mund të niste një iniciativë të tillë të quajtur Shpresa, megjithatë kohëve të fundit të tillat janë mohuar nga ana e zyrës presidentës, pra Vjosa Osmanit, se a është e mundshme kthimi i saj në LDK nuk komentohet nga asnjëra palë. Okej. Mirë Leonid, falenderoj. Në rast se ti do të shtosh diçka? Realisht duhet të riteksohet se ndryshimet kushtetuese në këtë pikë vijnë nga një situatë politike e krijuar, do të thotë procedimi i tyre erdhi 8 orë para se të përfundonte afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit, si një përpjekje tjetër Vjosa Osmanit për të qëndruar ose për t'ia mundsuar asaj qëndrimin në ulsen e të parit të shtetit, pra kishte kalkulime politike në këtë rast edhe me mbështetjen që lëvizja vetëvendosje i dha Vjosa Osmanit me procedimin e këtyre amandamenteve, të njëjtat kaluan në Komisionin për Legjislacion vetëm me mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje, në kuvend u mbështetën po ashtu vetëm nga lëvizja vetëvendosje, por edhe me pak kritika që kishte Lidhja Demokratike u mbështetën edhe nga ta. Kjo mund të një sinjal i tillë i dhënë nga Abdi Xhiku sot që mbështeti këto amandamente mund të tregojë që ka një riparafrim të marrëdhënieve mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Vjosa Osmanit. Mirë Leonid, falenderoj shumë, do ta ndjekim me vëmendje, është një jeta politike në Kosovë për mua, her pas here bëhet më interesante në Shqipëri se ka ngjarje të cilat janë të papritura dhe të pa parathëna, sidomos në korridoret thashë themeve apo të atyre që parashikohen si lëvizje të 2 individëve, atje ka më shumë se sa 2 si lëvizje, pavarësisht pozitës shumë të avantazhuar të Albin Kurtit.